pubertet. Në shumë gjuhë të botës ajo shfaqet me forma të ngjashme, siç janë më lart, po kuptohet që edhe në gjuhë të tjera europiane. Kudo që kjo fjalë përdoret për të përshkruar periudhën që njeriu kalon nga fëmijëria drejt adoleshencës dhe fillon pjekuria seksuale. Po kjo nuk do të thotë aftësi për riprodhim, pasi maturimi i plot përfundon në moshën 18 vjeç dhe kjo dihet. Megjithatë, pjekuria seksuale zakonisht ndodh rreth moshës 8 deri në 14 vjeç. Sipas interpretimit të kësaj shtese të numrit 8, fjala mund të motivohet si lidhet me të pa bërën ende, pra e pa maturuar ende. Por nga një këndvështrim i ri interpretues në shqip, fjala mund të ndahet simbolikisht si pa bërë 8, pra dikush që nuk ka mbushur moshën 8 vjeç ende. Dhe kjo prapashtes merr një vlerë kuptimore duke i shtuar fjalës një dimension më të thellë dhe më të saktë.